E kemi thirrë këtë konferencë për shtyp në vazhdën e kësaj çka po ndodh këto ditë, skandale në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Dhe po ashtu për t'i paraqitur edhe disa fakte të reja, apo për të bërë edhe një kronologji të asaj që ka ndodhur, si mund të ndodhë që në këtë shtet të mos ketë kurfar reagimi, kisha me qujt institucional për këtë temë. Ministria e Punëve të Brendshme e dim se një shtet ka rol tepër të rëndësishëm, të veçantë për sigurinë dhe konsolidimin e shtetit. Kjo bëhet edhe më tepër e rëndësishme në Kosovë, kur e dim që ka struktura kriminale ilegale në gjithë vendin, kur dihet se në Kosovë po lulëzon korrupsioni dhe krimi organizuar, dhe kur dihet se Kosova po mundohet të konsolidohet si shtet. Pra në krahasim me ministritë e tjera, në aspektet që u përmendën më lart, Ministria e Punëve të Brendshme është ministri shumë më e rëndësishme se sa shumë ministritë të tjera, sepse dhe shërben për të hetuar, mbikëqyrur ministritë e tjera, mirë po natyrisht edhe organizatat kriminale që veprojnë në Kosovë. Tash, në Kosovë nuk ka pas asnjë ministri që ka pas më shumë skandale se sa Ministria e Punëve të Brendshme. S'ka pas. Në krahasim me buxhetin dhe përgjegjësitë që ka, nuk ka ministri që ka pas më shumë skandale. Vetëm ju rikujtu. 1 milion euro kesh përdorimin e tenderin për municion dhe armatim për Ministrinë e Policinë. Kjo solli deri tek arrestimi i disa personave. Pasi u zbulua skandali, ministri Rexhepi tha se ishin ata të cilët e nisën hetimin, natyrisht pasi u zbulua nga media. Pra 1 milion euro për municion dhe armatim. Në Policinë e Kosovës vjedhet dhoma e dëshmive, ku vjedhen më shumë se 50 kg heroin dhe euro në valutë për fshi këtu, dhe që nuk është bërë shumë publike një numër të madh dosjeve, të cilat janë vjedhur në atë hajni. Kjo është vjedhja më e rëndë që është bërë në Kosovë, nuk ka vjedhje më të madhe që ka bërë dikush në këtë historinë e shkurtë, dhe bëhet në ndërtesën e policisë dhe sot asaj dite nuk zbulohen kryesit e veprës. Tenderin për furnizim me targa automjeteve, Ministria e Punëve të Brendshme jep kompanisë që kishte ofertën 300.000 euro më të shtrejtë se sa ofertuesi i dytë. Kjo vetëm 3 vjet pas herës së parë kur ja jep ofertuesit parë që ka qenë 700.000 euro më e lartë oferta. Skandali i fundit ku janë arrestuar 3 persona tregojnë për marrëveshjen e kompanisë austriake me qeverinë e Kosovës për të fituar kontratën me ryshvet. Kjo u zbulua vetëm pas raportimit të mediave se njëri nga këstet i është paguar përfaqësuesit kompanisë në Prishtinë, që keni dëgjuar, Natali Veliaj, e cila pastaj ka transferuar këto mjete tek zyrtarët e lartë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kompanitë e tjera të nderuese ishin ankuar që në fillim për parregullësitë në këtë nder, por ishin shpërfillur. Dhe tash del ministri thotë, unë e kom nis hetimin, unë jam konaj që jo interesuar për këto vjedhje, por nëse ja ka nis ministri hetimin para 2 muajve, pse nuk e ka suspendu asnjërin nga punëtorët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, që kanë qenë të dyshuar, po i lën ata me ardhmë në punë, me pas qasjen kompjutera, mu kon aty sikur gjë nuk ka ndodhur, tash kur del në media thotë jo unë jam koni interesuar me i hetu këta njerëz, dhe natyrisht tash qëndron vjen me diskutu çka me bëse, u bë e madhe tash kjo edhe në Austri, edhe në Gjermani është diskutuar si afera më e madhe korruptive për një kompani. Kjo kompani austriake ka 40 milion euro qarkullim në vit, kjo është një pjesë e madhe domethënë për ta 14 milion euro që të kenë dhe 1.4 t'ja paguajnë tarifën 10% që Ministrisë së Punëve të Brendshme. Raporti i auditimit, drafti i parë që është bërë për vitin 2011, vetëm për një vit, dokumenton kesh përdorime dhe parregullsi pothuajse në çdo tender që e ka pas Ministria e Punëve të Brendshme në vitin 2011. POC ke veç do. Vazhdimi i ndërtimit të objektit Agjencia për Regjistrimin Civil të Qytetarëve i jepet kompanisë Albesi, e cila ofertën e bën 999 euro betonin e 5 euro e çet dritaren aty, që sipas ligjit për prokurim publik, kur ka një lutje të tillë me çmim, oferta duhet të anulohet më një herë. Ofertuesi tjetër dritaren e ka ofertuar për 1500, po kjo nuk është hera e parë që kjo kompani bën gjëra të tilla. Lidhja me kontratës për furnizim me ushqim dhe pije. Ministria vetë ja ndron ofertën kompanisë dhe ja rregullon prej 200.000 në 400.000 euro, që është shkelje e madhe e ligjit për prokurim, se nuk guxon të nëse kompania ka bë gabim, ti sunjalun ofertën tash me kthyer për me fitu ata, mi ja diviz ofertën se thotë keni gabu çka keni ofertu, na e dim që ju ofertoni me çmim më të lirë apo më të vjetër. Importimi i pajisjeve për prodhimin e pasaportave te raporti i auditorit figuron si parregullsi e madhe për shkak se kompania në kohën kur ka ofertuar nuk ka pas kompani përfaqësuese në Kosovë, dhe kjo është në përjashtim të rregullave të tenderit, kompania është duft, kompania austriake të diskualifikohet më një herë, por tash po e kuptojmë pse nuk janë diskualifikuar, sepse kanë paguar 10%. Ndërtimi i qendrës komunale të regjistrimit në Mitrovic, parregullsi. Domethënë, ja u japim këta edhe juve që ta shihni. Kjo është drafti i parë kur i kanë pa ato parregullsitë e mëdha auditori,
të shifni për vitin 2011 se sa keq përdorime i ka kjo ministri. Pra, ministria që ka përgjegjësitë më të ndjeshme në shtetin tonë për ta luftuar krimin, për t'i kontrollu armët dhe municionin, mos flasim për pasaporta që një parregullsi më e vogël na shkakton probleme të mëdha në liberalizimin e vizave, është edhe ministria që ka më shumë të skandale në krahasim me buxhetin dhe përgjegjësitë që ka. Në njërin anë i kontrollon hetimet ndaj të tjerëve, pra mundet mi ndal, mundet mi kontrollu, dhe në anën tjetër e përdor policinë për qëllimet e veta politike. Veç po i përmendi disa para se mi ia dhon rreth sociale me folë edhe më në detaj, hetimet e përgjimet e vazhdueshme të kundërshtarëve politik, përdorimi i dhunës kundër protestuesve dhe kërcënimet nga vetë ministri se ti shkon ai kish bollë mazi, largimi për 1 minutë nga obori i qeverisë të deputetëve në një republikë që kemi thonë disa herë, përveç që është në kundërshtim me ligjin, është në kundërshtim me gjitha praktikat demokratike. Pra, çka mund të presim nga një ministri e tillë, e cila duhet të na luftojë neve krimin, a vetë është më e kriminalizuara. Për detaje më shumë, domethënë, ja fjalën edhe Zotit Selimi që të letë këtë çështje. Faleminderit. Shpend. Në fakt, skandalet që sapo i përmendi Shpendi, skandalet që tashmë opinioni publik jo vetëm po i din, po i prek nga afër, nuk kanë pikur nga qielli, po këto skandale kanë dalë nga një keq menaxhim, keq përdorim dhe po ashtu nga partësia në menaxhim të Ministrisë Punëve të Brendshme. Pra nuk janë të rastësishme skandalet, për shkak se që në fillim të kësaj qeverie pika që ka mbledhur më shumë të skandale ka qenë Ministria e Punëve të Brendshme dhe në asnjë qeveri nuk duhet ndodhen skandale, por nëse do të duheshin ndodhin skandale dhe keq përdorimesh, manipulime dhe keq përdorime në rrafshin politik do duhet të ndodhin në ministrit që kanë për detyrë sigurinë dhe mbrojtjen tonë dhe mbrojtjen e qytetarëve, respektivisht edhe mbrojtjen e vendit. Pra, deshtëm ne, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministri i Punëve të Brendshme kanë arritur të jenë letërnjoftimi i qeverisë Kosovës. Pra kjo është fytyra e qeverisë Kosovës, Bajram Rexhepi dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Për shkak se asnjëherë deri më tani nuk kemi mundur të ndajmë Ministrinë e Punëve të Brendshme, respektivisht Bajram Rexhepin prej qeverisë së Kosovës dhe Hashim Thaqit. Edhe ku kemi tentuar ne qoftë ne si pjesëmarrës aktiv në politikë, qoftë media dhe qoftë qytetari ku ka tentuar nganjëherë të ndajë dhe i ka dhënë shans dhe rast Hashim Thaqit që ta jep fjalën e vet dhe ta shkarkoj Bajram Rexhepin, edhe ku kanë kërkuar njerëz ta shkarkojnë Bajram Rexhepi asnjëherë nuk ka qenë i rrezikuar nga ky shkarkim, për shkak se asnjëherë nuk kemi mundur të shkëpusim Hashim Thaqin dhe Bajram Rexhepin, as nga qeverisja, as nga qeverisja, por në këtë rast as nga skandalet, duke përfshirë edhe skandalin në fundit. Por në rrafshin operativ Ministria e Punëve të Brendshme jo vetëm që ka keq përdorur policinë, por edhe ka keq menaxhuar me policinë. Por sidoqoftë unë doja ti theksoja një herë, ndonse mund të duken që përsëriten gjëra, do të filloja nga 25 korriku i vitit kaluar. 25 korriku i vitit kaluar ka qenë i dizajnuar për të dështuar. 25 korriku i vitit kaluar nuk ka qenë ndërmarrje operative policisë, por ndërmarrje politike e qeverisë Kosovës. Dhe gjitha e çfarë ka ndodhur ka qenë e planifikuar nga qeveria e Kosovës. Për shumë qëllime, por duhet ta nxjerrë vetëm një qëllim. Për shkak se policia e Kosovës ka gëzuar dhe vazhdon të gëzojë akoma një reputacion, një kredibilitet të qytetarëve të Kosovës. Gjithsesi ka vazhduar të jetë shpresa e qytetarëve të Kosovës, forca e qytetarëve të Kosovës, të cilët i ka bërë qytetarët e Kosovës të besojnë që ne kemi polici me të cilën mund ta kthejmë rendin dhe ligjin në çdo pjesë Kosovës, në këtë rast edhe në veriun e Kosovës. Qeveria e Kosovës ka dhënë mesazh qytetarëve që ne nuk kemi forcë, që ne nuk duhet të shpresojmë në policinë, për shkak se i ka dhënë një imazh të padrejtë gjithsesi policisë Kosovës, e policia e Kosovës mund të ndalet nga bandat kriminale në veri, saqë ata kanë vazhduar ta ndërtojnë imazhin që ne nuk kemi kapacitetet tona për ta shtrirë rendin dhe ligjin në çdo pjesë të Kosovës, në këtë rast edhe në veriun e Kosovës. Policia e Kosovës ka kapacitete, qoftë operative, qoftë njerëzore, për ta shtrirë ligjin, për ta mbrojtur ligjin dhe për ta mbrojtur gjithë Kosovën në çdo hapësirë. Policia e Kosovës ka mundësi, por policisë së Kosovës nuk i ka dhënë asnjëherë ky urdhër. Urdhra i kanë dhënë policisë së Kosovës në raste të tjera, të cilat po ashtu ndoshta nuk do të mund t'i përjashtojnë nga konferenca e sotme. Por sidoqoftë 25 korriku edhe një herë ka qenë i dizajnuar për të dështuar nga qeveria e Kosovës dhe viktima kryesore kanë qenë policët e Kosovës, viktime drejt për drejt edhe me jetën e tij ka qenë oficeri Enver Xhumeri. Po në këtë sallë
para një viti e më shumë, unë ju kam drejtuar ju dhe opinionit duke thënë që vetë tendenca për ta kamufluar vrasjen e Enver Zymerit në atë kohë, siç u tha nga një komunikat e policisë edhe e Ministrisë së Punëve të Brendshme, që Enver Zymeri është vrarë me snajper, e kam demantuar dhe vazhdoj të demantoj, por gjithsesi edhe faktet e mëvonshme pas një viti demantuan që Enver Zymeri nuk ka qenë vrarë nga snajperët, po Enver Zymeri ka qenë vrarë nga afërsia, ka një prit klasike nga afërsia. Dhe ndoshta ju mund të thoni, po çka ka rëndësi është vrarë nga snajperi, po është vrarë nga afërsia. Ka shumë rëndësi për shkak se atje plumat nuk erdhën nga qielli, atje nuk erdhën plumat nga dikush që fshihet në tokë ose mbi tokë, po atje plumat erdhën nga njësitë e sigurisë së Serbisë, të cilat po vazhdojnë të jenë të armatosura, vazhdojnë edhe metodë të jenë edhe të uniformuara në veriun e Kosovës. Por jo vetëm kaq, edhe rrjedha e mëvonshme në fushën operative të policisë Kosovës ka qenë një tendencë po ashtu politike për të ashuar qytetarëve të Kosovës shpresën të policia e Kosovës, siç ka qenë edhe menaxhimi me ato çfarë ndodhi me arrestimin e 2 policëve të Kosovës nga ana e policisë së Serbisë. Menaxhimin, pse them menaxhimin? Për shkak se mendoj që edhe kjo ka qenë menaxhuar, nëse jo deri në ditën e arrestimit, ka qenë menaxhuar politikisht pas ditës së arrestimit, për shkak se Policia e Kosovës është dashur të reagojë, policia e Kosovës është dashur të lirojë, të ishin të liruar nga Serbia, po jo të liruar nga institucionet e Kosovës. Pra ata policët e Kosovës kanë përgjegjësi pse kanë rënë në dorë të armikut dhe kanë përgjegjësi pse nuk e kanë kryer detyrën e vet dhe pse nuk i kanë përdorur të gjitha mjetet çfarë kanë pasur për ta mbrojtur qoftë veten e tyre, qoftë Kosovën. Pra po arrit një lloj kompromisi në mes Ministrisë së Punëve të Brendshme, respektivisht politikës që u heq me Kosovën dhe policëve për të mos u deklaruar, saqë ju kujtohet shumë mirë, ata u detyruan që të thonin që ne kaluam shumë mirë për pas sa ishin të arrestuar. Pra kjo ndodhi në prill të vitit 2012. Në anën tjetër, po ashtu kjo ministri ka qenë gatshme për të qenë në raste tjera shumë e fortë, shumë e fuqishme ndaj zërave kundërshtues politik mbrana Kosovës edhe në Prishtinë, nuk ishte po kaq agresive edhe në kohën kur policët e Kosovës ishin të dhënuar dhe të përgjakur nga banda serbe me 28 qershor të vitit 2012 në ditën e Vidovdanit serb. Pra, edhe këtë rast qeveria po vazhdon të përdor kutit veçantë për serbët dhe kutit veçantë për shqiptarët, kështu që kjo është një ndarje qasjes, apo është një qasje etnike e policisë Kosovës, respektivisht në Ministrisë së Punëve të Brendshme. Më lejoni të shkëlqiti edhe një herë çështën e vrasjen e Selver Haradinajt në lagjen e Tre Rrogaqeve në Mitrovic. Ashtu siç ishin shumë të gatshëm të jepnin paragjykime se si u vra Enver Zymeri, duke paragjykuar me qëllim të orientimit të këtij imazhi, në rastin e vrasjes së oficerit Enver Zymeri, po ashtu ishte po kaq i gatshëm dhe po kaq kujdestar Ministri i Punëve të Brendshme të vijë në përfundim para prokurorisë, para gjykatës dhe para çdo hetimi të mirëfillt, të vijë në përfundim se Enver, më falni, se Selver Haradinaj nuk qenë ka vrarë nga serbët. Po kush është ky ministër që ka të drejtë të paragjykojë, ka të drejtë ta di, atëherë nëse di ka ministri i brendshëm se nuk është vrarë nga serbët, që nën kupton që qenë ka vrarë nga shqiptarët, le ta nxjerrë atë shqiptar para gjyqi, le të denuncoj dhe le të dorëzoj prokurorisë, respektivisht organet të gjykatës. Edhe këtu është një ndërhyrje e llojit të dikurshëm të politikës në punët e policisë. Në të njëjtën kohë, për shkak se unë e di që nuk do të kemi kohën e mjaftueshëm të pëjmë rresht skandalet e ministrisë dhe të ministrit, nuk mund të mos e përmenim edhe çështjen e përgjimit të telefonave, sepse se pakun ja 2 herë është marrë me çështjen përgjim Ministri i Punëve të Brendshme. Juve ju kujtohet shumë mirë kur ne, edhe si komision, edhe si parlamentar, edhe si deputet, edhe si media, edhe si shoqëri civile, kur e kemi pyetur Ministrin e Punëve të Brendshme se pse nuk është bërë përgatitje më e madhe në rastin e ndërhyrjes së 25 korrikut në veri, ai është përgjigjur me një pyetje, është përgjigjur kësaj pyetje me një përgjigje që nuk do duhet na drejtojë ne dhe opinionit, për shkak se mendoj që na kanë nënçmuar ne dhe opinionin, duke thënë që nuk kanë mundur ta planifikojnë më mirë operacion, për shkak që kanë përgjuar telefoni i kryeministrit dhe telefoni i ministrit, respektivisht që ka përgjuar biseda. Në radhën e parë, ministri as kryeministri nuk janë ata të cilët e hartojnë operacionin. Në radhën e dytë, do duhet ta dinim ne se kush e përgjigj ministrin dhe kryeministrin, dhe në radhën e tretë ne duhet ta dinim se në çfarë shkallë të rrezikshmërisë dhe kush janë ata
që neve na përgjojnë kryeministrin, ministrin dhe neve në përgjithësi. Pra, po ashtu përgjimi është përdorur edhe në raste kur është pyetur ministri i brendshëm lidhur me ndërhyrjen e panevojshme të ndaj deputetëve të Parlamentit të Republikës Kosovës në ambientet e kuvendit dhe të qeverisë, kur është pyetur pse ka ndërhyrë, ai ka thënë që kanë pasur të dhëna inteligjente gjatë përgjimeve të telefonave. Edhe në përgjithësi ka pranuar që ai ka bërë edhe përgjime politike, në këtë rast ka bërë përgjimet e pa autorizuara. Ai nuk është i cili as duhet të përgjej, ai nuk është i cili duhet të jap urdhër për të përgjuar dhe mbi të gjitha ai nuk është i cili edhe në aspektin operativ bën përgjime. Pra, ministri do duhet të ishte larg përgjime dhe do duhet të ishte larg çdo ndërhyrje në punën e policisë, ashtu siç do duhet të ishte edhe larg urdhëresave të operative, ashtu siç bëri ministri i punëve të brendshme në ditën kur kishte protesta jashtë ambientit të kuvendit dhe qeverisë Kosovës, ai dha urdhër që të arrestohen deputetët e kuvendit të Republikës Kosovës dhe këtë urdhër ju e keni dëgjuar edhe si media nga afër kur dha urdhër që të arrestohen deputetët, urdhër të cilët nuk e mohoi as të nesërmen i pyetur në kuvendin e Republikës Kosovës. Në fund, skandali që e përmendi edhe Shvendi, në fund skandali i cili nuk është i vetmi për fatin tonë të keq, e kapi ministrinë e punëve të brendshme, qeverinë e punëve të brendshme, e kapi në një situatë të tillë saqë tashmë nuk kanë se çka ta fshehin. Në skandalin e fundit, të cilët ata po mendohen t'ia ngarkojnë thjesht një shtetase gjermane, të cilën unë nuk e përjashtoj, por nuk mund të them që është i vetmi person i përfshirë në skandalin e pasaportave, lejoni t'ju them që brenda këtij skandali Bajram Xhepi nuk është i vetmi. Dhe kot ne kërkojmë nga kryeministri që të merr masa ndaj ministrit të punëve të brendshme, për shkak se edhe vetë kryeministri është i përzierë në këtë skandal dhe jo vetëm kryeministri dhe ministri i brendshëm, por edhe të tjerë duke theksuar edhe prurët e reja në Partinë Demokratike të Kosovës. Pra, ne nuk do duhet të presim asnjëherë as nga kryeministri as nga ministri tani që të marrin masa, por ne do të duhet të presim nga prokuroria dhe organet e gjyqësisë që të qasin shumë se zgjesh këtij skandali dhe të na nxjerrin njëve fitues para kësaj sfida që i bën shoqërisë dhe qytetarëve të Kosovës. Faleminderit. Pra, prej një ministrie të tillë, tash po e kuptojmë pse në Kosovë po lulëzon krimi i organizuar, për shkak se kemi një ministri të tillë. Para se me hynë në këtë konferencë, lexova edhe një lajm në Kosova Info, ishte për që tajta në parkingun e Ministrisë Punëve të Brendshme është konfiskuar nga policia e Kosovës vetura Chrysler e ministrit Rexhepi, për shkak se gjatë regjistrimit është dokumentuar se veturë e vjedhur. Dhe sipas këtij burimi, kjo veturë është dhuruar nga një person i quajtur Curi në Mitrovic, për atë ka rezultuar e vjedhur. Polici që ka udhëheq konfiskimin është suspenduar më një herë nga puna. Pra po e dini me çfarë ministrie kemi të bëjmë. Pra, nga një ministri e tillë nuk mund të presim që do të na largojnë kriminalet dhe se do ta luftojnë korrupsionin. Nga kjo ministri nuk mund të presim ta shtrinë sovranitetin në veri, edhe më pak t'i sigurojnë qytetarët e Republikës Kosovës kudo që jetojnë. Së përfund do t'i përmendi dhe deklaratat skandaloze të ministrit Rexhepi për vrasjen e Selver Haradinës, për cilën e foli pak Rexha. Disa ditë pas shpërthimit kishte deklaruar se shpërthimi u krye nga profesionist, kjo në prill, e keni deklaratat. Bajram Rexhepi pas disa ditëve tha tregon se këtu është bë një sulm nga profesionist, ndërsa në Rubikon para 2-3 javë tha Selver Haradina ndoshta është vrarë edhe nga eksplozivi vet, në shtëpi që ka eksploduar. Pas gjitha skandaleve dhe deklaratave, nuk mund që ministri të shfaqsohet duke thënë se nuk e ka ditur se ka keqpërdorime dhe se ai e ka nisur hetimin. Sot me këtë qeveri është vështirë, shumë vështirë me besu që ministri nuk din se kujt shkon të nderi 14 milion euro. Këta sot e kontrollojnë kush ka me hinë punë. Ta qesin njerëz për punët që nuk pajtohen me ta, që flasin kundër tyne e nuk pedikan për një të nder 14 milion euro. Pas gjitha skandaleve deklarime, nuk është e mundur që kryeministri të shfaqsohet duke thënë se nuk e ka ditur se ka keqpërdorime në njërin prej ministrive të qeverisë që ai e drejton. Së paku jo, kur asnjëherë nuk e ka bërë as distancimin më të vogël nga kjo ministri. Ju kujtohet, Bujar Bukoshin e ka shkarku për shkak të dyshimeve për korrupsion, Bajram Rexhepi jo që nuk e shkarkon, po dhe flet mirë për to për çdo ditë, domethënë qytetar Rexha kjo është fytyra e kësaj qeverie. Kërkesa jonë për dorëheqjen e qeverisë përsëritet. Na kërkojmë dorëheqjen menjëhershme të qeverisë. Por sot kjo dorëheqje nuk përfshin ministrin e punëve të brendshme. Na këtë kërkesë nuk ja bëjmë atij. Nuk po lypim me dhon ministrit Bajram Rexhepi dorëheqje, sepse dorëheqja është një farë shpërlamje morale, është një akt moral ku ai thot po do dorëheqje. Hajni nuk mund të më dhon dorëheqje pe hajnis. Dhe në këtë rast ai duhet të shkarkohet menjëherë
duhet të hetohet dhe ndjeket penalisht për të bëmat e ministrisë. E ministria besa duhet bëj tepër shumë për të pastruar nga kjo histori e tmerrshme e korrupsionit, keqpërdorimeve e përdorimeve politike në këtë rast. Për fund po e shfrytëzoj këtë konferencë për shtyp që t'i bëj thirrje Komisionit Evropian dhe ambasadave të fuqishme në Kosovë, miqtë tonë ndërkombëtar, të deklarohen rreth këtyre skandaleve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke ditur për kushtimin e tyre për ndërtimin e suksesshëm të shtetit të Kosovës dhe mos hezitimin në të kaluarën që të flasin për çdo çështje që ka të bëjë me ndërtimin e shtetit të Kosovës. Le të na kallëzojnë, a o mirë kjo punë, a është çështje që ndërtohet shteti, apo kjo është e papranueshme për ta, sepse në një mënyrë me këtë heshtje po ja japin një mbështetje këtij skandali, i cili tashmë vështirë se do të ndalet sepse ka përfshi edhe shtete tjera që kanë histori më të madhe. Natyrisht në Austri kjo do të hetohet, ndoshta edhe më shumë se sa që hetohet në Kosovë, dhe vështirë se do të dalin prej kësaj faqe bardhë, sepse na e dimë se s'janë faqe bardhë, por vështirë se do të mbyllet me kaq. Faleminderit. Mund të kanë ti denancoj në përputhje me informata që kemi, qoftë si deputeti i Kosovës, qoftë qytetari i Kosovës, kurse prokurorisë i takon ti hetoj. Unë edhe herë denancoj që Bajram Rexhepi në këtë skandal nuk është i vetëm, madje është i përkrahur edhe nga shefi i tij. Kështu që nuk mund të presim që Bajram Rexhepi të shkarkohet për këtë skandal për shkak që ai mund ta marrë me veti edhe të tjerë. Gjithsesi që për aq sa i është mundësuar dëshmitares të akuzuares, e cila ka kërkuar edhe tjetë dëshmitare, në këtë rast për aq sa është i mundësuar të flasë, ajo ka dhënë shenja që do të flasë, se ajo ka dhënë shenja që nuk është thjesht ajo vetëm në këtë skandal, dhe ajo ka dhënë shenja që të siguri që të flasë se kujt ka pasur t'ja dërgoj këto mjete të cilat kanë qenë saktësisht 10% i të nderit në fjalë. 10% i këtij të nderit doli, po ne mund të paragjykojmë se sa të tjerë 10% nuk kanë dalë, edhe sa të tjerë nuk kanë qenë thjesht 10%, apo kanë qenë më shumë përqindshë sa 10%. Unë mua më takon t'i denancoj, por gjithsesi prokurorisë i takon të hetoj sidomos në 3 pista. Në ato që lidhet me Bajram Rexhepin, në ato që lidhet me Hashim Thaqin dhe në ato që lidhet me disa eksponentë të shqiptar. Ta keni parasysh investime kapitale në Kosovë në 600 milionë euro. Me marrë këtë tarifën 10%, që unë po mendoj është konservative pak për bizneseve që na tregojnë, 10% është pak si çmim i ulët për me marrë tendera në Kosovë. Këto janë 60 milionë euro në vit, cilat ju shkojnë zyrtarëve të lartë ministrie. Kur po vjen puna e zgjedhjeve, ato para po përdoren për me e mbajt pushtetin. Edhe tash sa më vështirë po bëhet për PDK-n i fitu zgjedhjet, as më shumë parë po nevojiten, për ata arsye dhe përqindjet në tendera po rriten. Domethënë ta kem qartë që ky nuk është vetëm një skandal i izoluar. Ky kështu mbahet ky pushtet, vetëm me korrupsion dhe me skandale të tilla. Po është degradu dhe është, kisha me thonë, banalizu, që një njohje më shumë po konsiderohet si sukses tepër i madh, tu se shteti i Kosovës po përmirësohet pse kemi një njohje më shumë apo më pak. Në rregull është sukses i madh që të kemi njohje. Por ne sot në Bashkimin Evropian kemi më shumë probleme nga Suedia, e cila na ka njohur. Do me thonë, në liberalizimin e vizave kundërshtarin më të madhe kemi Suedin, cila na ka njohur, se sa shtetet që nuk na ka njohur. Do me thonë, sot neve na çon akuza dhe jep raporte për një shtet të kriminalizuar, Gjermania, e jo Slovakia apo Greqia apo Egjipti. Do me thonë, nuk po punojmë mjaft në ndërtimin e shtetit tonë, edhe të kemi marrëdhënie bilaterale me ato shtete që na ka njohur. Sot neve na ka njohur 75% e GDP-së së botës. Do me thonë, ekonomia ma e madhe botës na ka njohur, na nuk jem të i shfrytzu. Këtu s'ka ardhur asnjë diplomat në 3 vitet e fundit nga këto shtete për kurrë tjetër pos për dialog. S'ka ardhur për investime, s'ka ardhur për kurrë. Ky proces është banalizuar tej mase. Kisha me thonë që çdo njohje është e mirë, por nuk mund të jetë ai synimi kryesor që tash, do me thonë, është mirë Timori Lindor na njofti para disa ditëve, na shta na një edhe Egjipti, krejtën të mira, po na kem probleme në shtetin tonë, na kem probleme me korrupsion. Na kem probleme me skandale të vazhdueshme, na kem probleme me hajni krim që po lulon në Kosovë. Na zbohëm shtet tu na njoh veç Egjipti, po të e forcu shtetin tonë të luftu korrupsion. Edhe u pa që Euleksi nuk është interesuar këtu me luftu korrupsion. Ata sa herë të kanë ai par që tutët mos peprish stabilitetin, i nalin hetimet, kur t'ju vijnë, i lëshojnë, dhe tash pasi pe kanë presionin tepër të madh nga kjo raporti auditorit që ka dalë,
tash do të shihni kështu arrestime më të shpeshtuara, por këto çdo 6 muaj sa herë po rritet kritika ndaj tyre, bojnë pastisjet, moja e rrisin pazarin pak, manej kur po vjen puna te afrimi rezultateve. Për ato dhe deputetët e Parlamentit Evropian po shtrojnë pyetje çfarë është ky mision, kështu po i shpenzojmë nga 250 milionë euro për çdo vjet dhe s'ka kurfar rezultati në këtë drejtim. Korrupsionin duhet ta luftojmë ne, kështu tu e denoncu vazhdimisht, tu i bë presion, tu protestu, tu bë pyetje në kuvend, tu i shtu me tregu që nuk është në rregull 1.4 milionë euro veç mos duk palidhe. S'jon palidhe, po dihet tash ku janë shku, po edhe me thonë, jo valla kur që unë bona hetime, unë jëmë koni interesum. Qysh interesum? Hetimet po u bëj kanë kur po interesoj ka Bajram Rexhepja? Pas ka ligj këto që me thonë, kur të shkelet ligji hetot, jo pse ti ki interes. Këto janë probleme cilat mendoj se po janë mësime për neve krejt në këtë demokraci të brisht të Kosovës që kemi. Si e vlerësojmë, nuk e di mas, nuk e kem pa atë akt akuz, natyrisht edhe atëherë, po e cekim kur është bë bastisja në Ministrinë e Transportit, Hashim Thaçi ka deklaruar që ministri Limaj është ministri më i suksesshëm qeverinë e tij. Siç po deklaron sot që ministri Rexhepi është ministri më i suksesshëm dhe është fytyra e kësaj qeverie. Do të thonë, nëse ka akuza të tilla, unë mendoj se është shumë vështirë të dohen të bëma të ministrit në atë kohë kur shefi i tij në qeveri ka qenë Hashim Thaçi. Por si edhe të tjerët qytetarë që kanë shpreh dyshime, edhe ne i kemi pyetjet tona të cilat kanë të bëjnë me faktin që kur përmbahen zgjedhjet e brendshme në PDK, kur ka më shumë vlerësime për punën e Hashim Thaçit brenda PDK-s në qeveri, këto akuza shpeshtohen, por kjo natyrisht ne në asnjë mënyrë nuk japim vlerësime të tilla, ne mendojmë se ata që janë të korruptuar, që kanë bërë krim duhet të përgjigjen penalisht, mirë po nuk besojmë as shumë në efikasitetin e ULEX-it, posaçërisht në këtë drejtësi selektive të cilën e kanë ndërmarrë. Dhe në fund, gjithmonë e ceki këtë, pra po e ceki, ku janë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Andrimin e Kosovës, sot për të folur për skandalet e Bajram Rexhepit, Ministrisë së Punëve të Brendshme. Çka është problemi? Nëse është uniteti për dialog, ma merr mendja që s'kan unitet për korrupsion. Dhe të duhet të dilin tani dhe të denoncojnë dhe të deklarojnë, domethënë nëse është për interesat e mëdha të shtetit, mirë, po shkojnë atje, kanë marrë vendimin, nuk i komentoj qëndrimet e tyre, por më duket pak e çuditshme të mos flasin për këto çështje kur po dihet se krejt qytetarët në çdo kafe po flasin për këtë çështje. Do të janë sa është e rëndësishme për Kosovën besimin e Bankës Evropiane për ndoshta mund ta bëjmë një prononcim pas apo të përgjigjem s'po di. Është me rëndësi, është e mirë, unë gjithmonë i vlerësoj pozitivisht këto gjëra. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka qenë prezente në Kosovë dhe më herët antarësimi mundson qasje në kredi, për mua posaçërisht me rëndësi janë kreditë e sektorit privat, se sa për kreditë që shkojnë nga shteti, sepse këto që kanë bërë ku ka qenë i përzim shteti, edhe me fondin monetar, këtu veç ka dallavere, probleme, veç po na shtinë në borxh për gjenerata të ardhshme, prandaj e vlerësoj pozitivisht, është një njohje më shumë, kisha më thujt, jo nga shteti, po nga bergji, e rrit kredibilitetin e Kosovës, por prapse mbesim me ato problemet njëjta. Prandaj e vlerësoj pozitivisht.